Dhe jemi kthy prapë në pjesën e tretë të emisionit Familja Jonë. Thash që emisioni sot nuk do të ketë mjek, nuk do të ketë smundje që do të trajtojmë, do të ketë tema atleta, të cilët shpesh kemi nevojë me ndëgju edhe me ul pak atë ritmin e krejt përditshmërisë tonë. Ndjesitë që na japin shkrimet janë ndjesi shumë unike. Mund ta lexojmë të njëjtën poezi 3 ditë radhasi dhe në të 3 ditët ta kemi një ndjesi ndryshe nga dita tjetër. Sepse shkrimet i përjetojmë nga varësisht nga emocioni që kemi. Shpesh e kemi ndëgju thonjën që muzika kur jemi mirë ndëgjohet e kur jemi keq përjetohet. Ka këngë të cilët shpesh na japin ritëm e kur nuk jemi mirë me energjinë dhe disponimin, na japin emocion e shpesh na ndihmojmë edhe të lirohemi nga ai boshllëku që përjetojmë kur na vije të qajmë e nuk mund të qajmë, kur na vije të flasim e ne nuk e dim saktë se çka dëshirojmë të flasim. Poezitë dhe shkrimet janë në përgjithësi ato që shpesh na ndihmojnë ta njohim emocionin ton edhe ta përjetojmë ndryshe, edhe ta përjetojmë më thellë nga vargjet që lexojmë. Janë ata që na japin këtë mundësi, shkrimtarët, ata që shkruajnë, ata që ndjesinë e hedhin në letër, ata që përjetimet e tyre i vendosin në letrën e bardhë që neve të na ndihmojnë në këtë orientim emocional. Dhe janë ata që duhet i falenderojmë shpesh për këtë ndjesi që na ndihmojnë ta përjetojmë e që nuk e njohim ndoshta. Një të tillë e kam po ashtu në këtë pjesë të ftuar një shkrimtare që e kam shumë mike, e që shkrimet e saj shpesh janë pikrisht kjo që thash, një ndjesi orientuese. Flutur Mustafa është studio me mua, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, është gjithmonë kënaqësi e veçantë me qenë pjesë e Familja Jonë. Na jemi një familje madhe bashkë me krejt miqtan, me krejt të ftuarit tanë edhe me krejt shikues tanë, kështu që përveç që jemi privatisht mike, ti je pjesë e Familja Jonë tash sa vite. Unë desha edhe të shfrytëzoj rastin me uru 7 vjetorin e familjes sonë, e u baft Familja Jonë jo veç një fëmijë i klasës parë, klasës dytë, po u bëf një zonjë e madhe që ti këtë projekt di që ke fillu për me elon trashëgimi dhe për me elon si legacy që diçka e mirë është bërë dhe din me u bërë, kështu që edhe pasarës besoj që do ketë dikush që do vazhdoj ato. Shumë shpresoj. Faleminderit shumë Flutur, edhe faleminderit shumë që ka qenë gjithë krahët e Familja Jonë në projekte ndryshme gjithmonë ka qenë përgjigjja jote me marrë iniciativa, kampanja ndryshme nga llojet nga më ndryshme, qofshin edhe ato të humanitare që shpesh i kemi bërë. E mira ka të mirën, ose si me thënë, fjala ka nerën, e tranafili ka erën, thojmë në Ulqin. Kështu që kur Familja Jonë ka dyrë të hapna, atëherë pse na mos me i majt edhe na do më thonë dyrë të hapna, ose thjesht kur kena mundësi mos me hap derën, vele me hap një dritare, që bashkëpunimi edhe ajo mos me u ndalë dhe me vazhdu me bashkëpunu. Sa më pëlqen theksi juj, kjo pjesa kur e the ka nerën, se na nuk mujmë me thonë, nuk e kemi. Na nuk e kemi. Sa e mirë është theksi juj, domethënë po Flutra sa vite të bën Kosovë? Një jetë tonë. Një jetë tonë. Komplet, po flet si kosovar. Në qëta është andrej, edhe ke problema së nëj. A në sa lëzit që më është? Sa rënë kam në Kosovë, ose kam në Prishtinë, prej moshës 18, i bëj 32, nuk po kalzoj sa vjeti kam, gati 15, me matematikë më se më bëni nej. S'po t'guti se ason nuk jam me mirë. Më se më gusni 2 vjetë, anej 2 vjetë, nej 4 edhe 10 mes. Shumë, bashkë një jetë të. Një jetë tonë, sepse kam ardhë si studente me shumë andra, me andrën që me pushtu botën, mandej me andrën me pushtu vetën, se kure pushtojmë vetën, ose kure pushtojmë vedin, pushtojmë botën, se na jena një botë tonë, që ose ja lejojmë njerëzë me na njoft, ose e bajmë të mbyllon njëna me njëni tjetërin. Unë kam vendos me shpalos mrena kufive të mi, ashtu si di, ashtu sa moj, përmes fjallës shkrume, edhe thamë gjithmonë edhe Bela t'inglaj shumë përsëritse, që fjallën kër e kena mren, e kontrollojmë na, kër e publikojmë dhe kër e shkrujmë, e kontrollojnë tjerët. Unë kam përfundu fakultetin juridik edhe një ndër profesorat më të dashtëm për mu, që është dhe njerit edhe mentor, profesor Haridin Kuqi, na ka dhënë një që mundet edhe në letërsi, thët fjallën e keqe, thët mos e mena. Nëse menon, mos e shkruj, nëse e shkruan, mos e nënshkruaj.
Nëse nënshkruan mos qaj. Po. E kjo është ajo për peshën që ka fjala, qoftë në arenën e shkrimtarëve të artit, po dhe për peshën që ka fjala në arenën ndërkombëtare dhe marrëveshjeve dhe çështjeve shtetërore. Kështu që një fjalë, domethënë ka shumë peshë, pa marrë parasysh se e merr edhe era. Absolutisht që po. Ndërkohë është edhe verzioni tjetër i fjalëve që na japin këtë ndjesinë që mundova me përshkru dhe unë, që është goxha një rol dhe një peshë e madhe, sepse njerëzit e kanë me ëndje atë pjesë dhe është sa private, aq edhe e dikuja. Po. Edhe nga njëherë edhe autorët, kur kthehen mrapa në kohë dhe lexojnë veprat e veta ose poezitë e veta, i përjetojnë ndryshe, sepse ndryshon gjendja emocionale, e le ma lexuesi. Sakt. Unë jam befasu me thënë drejtën, ka qenë një aktivitet muajin e kaluar për nder të festës gruas që është zhvilluar në Tiranë dhe më ka ardhur një video që nuk e kam prit dhe nuk kam qenë në dieni, që njëna prej poezive të mia ka me u lexu atë natë dhe ishte përzgjedh prej aktorës si Iqbal Qena me u lexu dhe me u interpretu prej saj dhe mund ka arë si me thonë me qenë te prezent dhe me ma dërku videon hej, poezia jote është të lexu. Edhe besoj që krejt mu im ka majt aj entuziazmi që edhe pse unë nuk e di që po vazhdoj me u lexu, që po vazhdoj libri jem do me thonë me vazhdu edhe me qenë pjesë. Se faktikisht e kena hup këtë vlerën e masi me aktualitet. Fatkeqësisht. Edhe aktualiteti jonë zgjatë 3 sekunda deri në 15 sekunda. Vërtet. Ose sepse edhe atë çudia ma madhe 3 ditë zgjatë e kena zvoglu, domethënë zgjatë 3 sekunda një reel, nëse ke një hook të mirë. Thjesht në libri Ëndje që është botu diku 2020-ën ose 2019-ën, që është i fundit. Thëmë sot 2026, wow, dhe vogël, po. Dhe kjo është një shenë që ti dush me arë me librin tjetër flutur. Edhe, po du me thonë që interpretimi i saj mu më zgjej komplet diçka tjetër, ndjesi tjetër, edhe ke shumë ndjenje mirë, ke shumë diçka përmbushse, edhe të banë me uni në ta momente krenare. Si është dallimin mes kur një shkrimtar e shkruan, ja lexo vetës, ja tregon dikujt, dhe verzioni kur e ndin prej atyre që e kanë lexu dhe se si e kanë kuptu, ose si e kanë përjetu. Janë dy gjëra shumë të ndryshme që asnjënës nuk bën me imponu tjetrën. Okej. Kështu që nëse Sara kupton një mënyrë, mund flet më shumë për Sarën, edhe kuptoj se çka ka ndoshta Sara në brendi, si sa se çka kam dashur unë me thonë, ose çka kam tentu me thonë, se nuk është çka kam dashur me thonë, por çka kam ndjen atë moment. Sakt. E na duhet me përkthy këtë çka ka dashur me thonë autori në çka ka ndje autori në atë moment, se është ma ofert saktës, nuk është gjithmonë 100% e sakt. E sakt është vetëm ajo histori që shkruhet bazuar në fakte që është epike paka shumë, po jo ndjenja si ndjenjë që përkthehet në metafora, figura tjera, domethënë stilistike. Sado që u njihem për vargun e lirë, edhe për thënien troç të gjanave përmes shkrimit, një kolegi imi tha, pse nuk i kthehesh revoltës, se shkrimin revoltuese ke shumë të mirë. Thash, po për me i pas punë të mirë me tonë, duhet me ikë revoltës, faktikisht publikimit revoltës, sepse tash rrjetet sociale sa na kanë afru me njëri tjetrin, krijojnë edhe atë hendekun mes njëri tjetrit, se kujt ja tha sot kjo, këtë. Ose me kënd e pati kjo. Domethënë, e lidhin kushtimisht mos ja gjuj tek ti, ati, asaj, edhe të dëmton pa pas qëllim ti me dëmtu se me përshkru atë mesazh të ai person që aludohet. Po në fund ditës kujt i djeg leta maj. Po, kush e ka themi na mizën mas veshit. Leta tram. Leta tram mizën. Ndërkohë flutur, pavarësisht që kjo revolta do të ishte një ndryshim i madh, po mbes edhe pak të ndjesia e bukur, sepse shkrimet tua me të vërtet japin ndjesi të bukur. Libri i parë ka qenë në? Ka qenë i botum në Ulqin për te lajthitjes. Edhe ai ka qenë me poezi? Po, gjitha me poezi. Dhe është botu në një tirar shumë simbolik, do me thonë. Diku rreth 300-400 copa dhe nuk ka në qarkullim. Nuk e ke sjellë në Kosovë kur atë? Nuk kam rrit me u sjellë në Kosovë.
Se, po thëmë, tirazhi limitum, se buxheti ka qenë i limitum, edhe në atë mënyrë mandej ma mirë me botu diçka mirë edhe pak edhe sakt, se sa me shku me diçka. Ka qenë kjo mgullje e botusit Gazvend Çitaku, që e falenderoj shumë, që më ka dhënë guximin për me publiku. Unë e kam publiku në rrjetet sociale atëherë, ose përmes blogjeve ndryshme, ose përmes revistave letrare, po jo kështu me ta lexu dikush shpirtin me një frym, se kur e ke komplet një vepër, është me ta lexu dikush shpirtin me një frym. Edhe është një ndër hapat e parë mit, jam krenare shumë, edhe pse ndoshta sot ndonjë prej pozive ose ndonjë prej vargjeve, edhe nuk e kisha publiku në atë mënyrë, ose e kisha editu pak, po ajo është edhe e bukra, se e shohim veten se si evoluojmë, domethënë, si në stil, si në rritje, si në pjekje intelektuale. Mandej ka qenë kryevepra që ju në A2, ka qenë bestselleri Panairit Prishtinës, edhe për diku 18 javë, ka qenë në top 5 në librave më të kërkum në Prishtinë, libraritë e Prishtinës, edhe ajo ka pas një jehunë shumë të madhe, vetë titulli që ka qenë në A2, ta ka lanë përshtypjen që është një roman që ka 2 personazhe dhe shtjellohet një histori, por që ka qenë komplet poezi që varësisht se cili që e ka lexu. A është titulli njërës prej poezive? Thjesht është titulli njërës prej poezive, edhe gjinde, domethënë ka personazhe që se cili mundit me i gjetë ata 2 në ata personazhe, dhe thash, varësisht kush e lexon dhe çka don me nxjerr, e gjen domethënë i gjen ata 2 atë. Çka shkruan më shumë Flutra? Poezinë e shkruaj ma me dëshirë, mandej kam prozën poetike që është tjelloj her pas here, po edhe novelat, do më thonë, kam disa pjesë. Gjatë shkollimit tem, kam pas rastin me pas shumë kontakt edhe me në studentë Akademisë Arteve, se normal edhe afer, po edhe kam bashkjetu me cimerën teme, që është regjizore sot, shumë e suksesshme Edinën, që përshëndet. Edhe më ka ardha indikimi që muj me shkru dhe vepra dramatike dhe muj me shkru tekste dramaturgjike dhe i kam disa, njëni është butu, titullohet e quajtë në Asja, ka qenë pjesë e një projekte që ka qenë si laboratori dramës Shqipe dhe është realizuar në mentorimin e profesor Fadil Hysaj, që më është një regjizor më njihet, dhe besoj që kur e kam shkru dhe kemi vendosë mizansken paka shumë, unë e kam konceptu në mendjen time si një dram, një tension, po drama me mirë është ajo që të banë me qesh. Edhe ka zgju kështu në atë interpretimin aty që kemi pas mes kolegëve, edhe batuta që kanë qenë deklarata shumë serioze ndoshta, po që kjo është arritja më e madhe, sepse ke arrit me kriju komedi kurse ke pas qëllim, dhe ajo është e bukur e komedisë kur nuk sforcohet. Po, kur vjen atë shumë. Muj me thonë që është komedi, po e trajton në tim shumë. Është e publikume? Është e botume, po, edhe të e publikoj, po i hup efektin nëse e publikohet, nëse dëshiron dikush me e vendosë në skenë, mandej nuk ka kuriozitet për me u pasi shqoqe. Mandej është teksti i fundit, po mënoj libri i fundit Andje, me poezi, është komplet një flutur tjetër aty, por jo shumë ndryshim prej na 2, dhe ka në një periudhë që Flutra ka qenë shumë happy dhe ka qenë shumë e lumtur. A ka ndru kjo ndjesia para se me qenë non dhe tash që e non? Shumë, ka ndryshu shumë. Po, ata që thonë që nuk mundesh me shkru kur je i lumtur, diçka gabim është, se nuk është e domosdoshme për me vujt, megjithse vuajt janë nxjerrë ndoshta vargjet më të bukura, po tash nuk muj me vujt. E nga njëherë edhe në familje krijoj kështu situata pak me mshtinat, po së mezit se mi kanë mësu forët. Jo, nuk do me thonë. Nga njëherë mjafton me hymë Facebook, Flutur, me po realitetin që ka pëndohet, sepse empatia jonë që na karakterizon, na bën me qenë pozitë se cilit, edhe mundesh me shkru edhe në atë pjesë. Është edhimshme, duke lexu prej vrasjeve dhe dhunës në familje, që ti deshte trishtohesh, mërzitesh, revoltohesh, dhe hyn atë situatë, dhe vetëm me imagjinon vetën në vend
të ati personi dhe normal mandej. Që se shkruan. Nuk është të thonun me kalu në përvujtje vetë për me kuptu dhimë të ndikuj. Po thjesht, se në fundit jena qenje njerëzore, dhe si qenje njerëzore duhet me pas këtë empati, edhe duhet me pas këtë aftësi për me ndje, me qenë empatik. Mu shpesh më thonjë shumë, i kam disa persona, për shembull, ose në shoqëni e që ose më karakterizojnë si një person shumë të fortë, ose si një person që shumë e ndjeshme dhe krejt. Pikërisht, duke u nisë prej kësaj, e kam konceptu këtë receta jeme. Do më thonë, hajde t'ju kallëzoj recetën teme, qysh me konë si jam mund, e mandej provoni të toni me shkru që me njoftë edhe veten. Po du më thonë që ka momente që e kam vajnë në buzë, po ka momente që vetëm me qenë e fort është e vetë mja mënyrë dhe e vetë mja zgjidhje. Jeta mundet me të bëtë fort flutur, por është mirë mes me na bëtë ftoftë, sepse kjo është ma e rëndësishme. Sot e pash një sekuencë të Jungut që tha, a ditë shka është, si me thonë, me keqa e natyres njerëzore. Nuk është as paniku, nuk është as bërtima, nuk është as stresi, nuk është qetësia absolute. Dhe më thonë, një person i cili është në qetësinë dhe rahatin absolute është para një stohije shumë të madhe. Dhe nuk është, dhe më thonë, zgjidhje gjithmonë me pas rafsh. Dhe më thonë, ajo ishte, dhe më thonë, ajo vala ma e rrezikshme, ose se thonë qetësia para stohijës, e kena në ndetë këto, se ti shojmë të deti që shumë i qetë, palo pa ardha jo. Lutër, po du me ditë kujt t'i shkruan ma shumë dashurisë? Qka të frymëzon ma shumë, Flutur? Sarë dashnia është një universale. Edhe deshtëm zdeshtëm, e kena, jena dashni, burojmë prej dashnis, të kryun prej dashnis. Varsisht edhe prej besimeve, dashnia është ajo që rrotullon botën, edhe dashamirësia edhe gjitha. Mirë po, nuk i shkruj veç dashnis, i shkruj dhe mungesës në format ndryshme. Mas ne i shkrujmë dashnis që është ma e pastra dhe ma e, si me thonë, ma e sinqerta. Ma e sinqerta që është e nëns për fëmijën e vetë. Me e pa interesi që mundet me kenë dhe një lloj dashnis është aja. Edhe shpesh thonë që nuk e di çka është dashnia deri në momentin që je bë prind edhe është e vërtet, se është që tjerat janë çdo gjë kalimtare, çdo gjë racionale, ka dhe dashni racionale, kur gëshëtot mendja me zemrën, dhe ajo që është komplet me gjithë qenjen tonë, që kom vesh mendja bjen off, komplet bjen s'klopka e mendjes kur është punat e fëmija, edhe thjesht ti e din vetë, kështu që e ke përjetu dy herë para meje, edhe nuk kam çka them, nana din me dashnë, miliona gjuhë, miliona ndjenja, miliona mënyra, andaj janë edhe paq mira fjalë që mundesh me shpreh dashnin. Absolutisht, madje të vinë edhe shpikjet e fjalëve nga më të bukrat kur je prind. Edhe uroj që krejt ata që përna ndjekin të bëhen prind nëse ende kushdo që dëshiron dhe e kërkon atë ndjenjë. Ta ketë përjetoj. Zoti ja ofroft. Është ndoshta e çuditshme, po mund t'i nglej edhe klishe pak kjo pyetje, sepse sikur neve prindve kur na thonë cilin fëmijë don më shumë. Cilin libër e do më shumë. Jo, cilin poezi e don më shumë. Cila është ndjesia jote më reale atë? Ata janë krejt reale, nuk muj me i do, tash me i dasi, me i vra. Poezit më të bukura janë ata që më kanë nxjerrë ndoshta prej një situate shumë të zymt, një mendimi shumë të errët për veten ose një kohë të errët, sado që kur mendojmë dhe krahasojmë fatkeqësina dhe fatkeqësina, nuk mundesh me peshu asnjënën me krahasu me çka kalojnë njerëzit e tjerë, po për mua janë poezit reflektuese, janë poezi që i kushton hanës edhe detit. O zot. Se me hanën dhe detin normal tu i kem fëmijë detit, e ke një marrëdhënie tjetër, po dhe deti është ai shpirti që e kena secili, herë me val, herë i qetë, herë me anija, herë i vetmum. Herë vesh me shkamin, herë vesh me kalan, herë e gjithmonë me hanën. Edhe
Kjo është ajo që nuk muj me ta thonë një nuk i di për mensh. Asnjë nuk e di për mensh. Nuk e di për mensh. Sepse unë është e çuditshme, lirisht hapet telefonin dhe gjej njënën prej poezive. Nuk di për mensh se nuk muj me mësu ndjenjen për mensh dhe kjo nuk e din për mensh poezin, po nuk e kam shkru me e ledzu me mësu në Pse prita me e ditë, sepse jam thu të gjithve. Po mirë. E mëson dikur. Jo, nuk është ajo. Është e çuditshme se ka njerëz që shkruajnë, dhe është flutra që shkruan dhe i lexojnë. Domethënë. Dhe lexon shumë bukur. Kam pas rastin me edhe unë nuk do të shek prej studios flutur, pa e lexuar njërin prej poezive. Gjete. Ndërkohë derisa flutra e gjen, librat e flutrës e gjeni tek libraria Buzduku, 2 të sajt, ne 2 dhe me ëndje ishte. Na 2 dhe ëndje. Ëndje. Ndërkohë libri tjetër, nëse shkoni në Malzi, po s'ka madhe më duket as në... Nuk ka në qarkullim është... Qarkullim të tregut. Qa ka me bon në shkreta? Po, në rrjetet sociale flutra poston shumë. Postoj e kam papirusi.com është një faqe që postoj zakonisht rol, jo aq shpesh sa kisha dashur me postu, po mirë, që ta shonë mëj me Flutra, e ke mendu ndonjëherë me realizu leximet e poezive tua, për shembull me i publiku të lexuara, po te duke i lexuar, se edhe keni ngjyrë zane të këndshme, edhe përjetimi është ndryshe prej neve. Nuk dhes sar. Pse po thu? Se nuk dhes kualiteti. Hajde e provojmë. A është një ftesë publike? Okej, e provojmë. Në datë 16 sar kam një aktivitet poezis që po bëj shfrytëzoj rastin tash edhe me i ftuar me 16 të këtij muaji, prej orës 16 vite. Kena me shkruaj recetën e faljes. Recetën e faljes. Sepse çdo gjë është e hapur, mund vinë njerëz. Është e hapur, është pa pagesë, mund vinë ku do të Bagolina Concept Store, në lagjen Lakrish, nëse s'gaboj. Okej, se janë 3. Jo ajo në aktash, po kjo poshtë. Këto poshtë. Pedeni, jo? Në rafsh. Dhe është e hapur për të tonë ata që kanë dëshirë dhe me marrë pjesë në workshop, po dhe me dëgju këtë naltë madhënin. Valoj, na femnat pas këm nevoj marrë me dëgju këtë recetën e faljes. Kështu që, hajde. Po, do vi, pa tjetër do vi. Kaldra me jete është poezia që du me lexu. Në për udhë të shtrume me përqafime, në plasa ty në gjendë copa tim të zemrash që thyen pa bëzan, nedve kur gjumi në iranon që pallat. Në vend hapave në ato kaldra me jete, përkundim andrën si ka dal. E mësojmë vedin, e mësojmë edhe atë që shtrëngushëm e mbajmë, se tash duhet me unda, ka dal. Me unda fizikisht jo, po mal kur për lkur gjumi mos me në nxan. Me fjet nina nana, palshuza, pa bëzan. E bindim vetin mas pari herë, me thonë jonë matron në botë, me refuzu ledhatimin mat ngrot, shikimin mat thellë, që thyet në sytë e njëni tjetrit sin pasqyr, mushun lëndim. A din çka ashtë me t'u lut zemra në mijat copa, e prap në krah me shtrëngu jetën. Dhe jo, nuk ashtë kur shuhet një dashni. Ashtë kur për te dashnis e shtrëngon fëmin tanë, aty ku fyq të lëshojnë rranjë. Dhe sytë e flutrës tregojnë shumë ma shumë se kretë vargjet. Kjo është... Kjo është gjësia që e fola prej fillimit flutër. Po e kam shkru, kjo nuk ndryshon. Këtë e di kur e kam shkru, si e kam shkru, pse e kam shkru. Është nata e parë kur na dy nuk kena fjet në gji dhe kemi vendos me nda rrugtimin tonë 2 vjeç e gjysmë, do më thonë 2 vjetë e gjysmë që kemi pas, do më thonë atë gjumin. Është përjetimi ma i randin e nane. Do më thonë, është ajo bindja që duhet me i thonë vetit jo njëherë, ma ndej me i thonë fëmis. Dhe është joja që të vranë më shumë ti. Edhe është joja vetme që i thojmë fëmis në një gjatë që i bon hajrë e janë dalim. Që është ndërprerja gjithanjes, që duke qenë se edhe familja jonë është avokat i madh e këtij procesi, unë edhe unë si autore dhe si juriste dhe si non, është një ndjesi që dëshiroj me pas se cila grus, sepse fëmia me kohë dhe harron, po ajo non që ka ushqy një herë me gjithë se harron kur. Absolutisht, jo. Dhe është, unë e kam thonë shumë shpesh flutër, po e përsëris me që e rinjallë këtë emocion, gjësia e gjithanjes është e pa zëvendësueshme dhe e pa kthyeshme. Edhe unë gjithmonë i referoj, i rekomandoj nana që në procesin e gjithanjes mos ta përdorin telefonin. Thjesht fokusohen te fëmia,
ta përjetojnë çdo sekond. Ne zakonisht e bëjmë ti kthej një 2 email sa e kam këtu. Jo përbes është koha që do donin unë do doja shumë ta ktheja. Vërtet. Nëse do doja ta kem prap një foshë ishte fillimisht procesi i gjithanjes që do doja të jo nuk dua më. Ishte shaka. Ishte shaka. Po ja lëm mikeve të mia, e ki Tiranën. Tash atë mirë është. E di zoti. Lutër, është shumë kënaqësi me përjetuar çdo ndjesi që na jep edhe me shkrimet tua, po edhe me prezencën tënde, me 16 patjetër që do jem. Faleminderit. Edhe ftoj krejt me ardh. Faleminderit shumë. Unë njihem domethënë si në shtëpi, kur jam gjithmonë me ty. Tash pak a shumë i marrë lakmi shëndritit që ka ma shumë se që të kam unë. Në kohë. Gjithë. Me disa ju mshel atje, dhe ishtë të se ka kërkom kiti. Me të ndyrë të sigur të azare. Kështu që, Sarë, të falenderoj ty për këtë që je. Dhe kisha dash që Sara me kënë kështu përjetësisht. Mos më plak. Është proces natyror. Plakja është fatë dhe lëmë kush më rrinë me u plak. Edhe me u plak me faqet parë. Inshallah plakemi ma more fjallën, faqet parë dhe me shëndet. Ashtu thoni, nuk e dita këtë. Një kolege e kam punë kur e them një fjallë që janë zokë, kështu dhe ma bre se pas keme ma hongër halën. Dhe thëmë po ma moq me jetë, ashtu në me ta hongër dikush halën. Halën është të shishme, dikush do. Halën e bajmë edhe për qef. Lutër faleminderit shumë, edhe pa tjetër që çdo herë jemi së ardhur, në pres shumë me kënaqësi librin tënd të radhës, edhe mos e zgjat shumë, sepse... Se me zgjat e vesht. Na zgjat e vesht me këto... se prapë të përcjellim. Faleminderit shumë. Do shihemi me 16 prill në Bagolina me një takim, me një recetë të falës që shumë vështirë e kemi ta themi, shumë ale të themi të dua se sa me falë, edhe shumë e çuditshme kjo. Edhe që ishte dashme qenë e kundërta. E kundërta, po, të dua duhet ma vështirë me na ardhë me i thonë se i themi rrallë personave. Faleminderit shumë, unë natyrisht që du shkrimet tua, du ty si person, po i du edhe ke shikus që përna ndjekin edhe janë me neve, po e du shumë edhe ushqimin, do me thonë jam një prej gurmaneve ma të mëdhaja që dikush mundet me taku edhe Flutra Qenka, unë nuk përtoj me i provu keshijet. E kisha pas një rol shumë dveçant nëse më këshin marrë në punë me naj kuzhin, mi degustu. Mushë që s'marrë në kuzhin dhe këshin dalë minus. Edhe prej me këshin dalë minus, se kështu kam qef krejt ka pak me i provu. Shtu që kam rikthy një prej mikeve të vjetra të familja jonë. Kur fillova familja jonë si koncept me kuzhin, ishte një ndër të parat e cila u bashkan gjetë në familjen time të madhe, si që është familja jonë, me recetat e saj, me këndshmërinë e saj, me fjalorin e saj të butë që i ka bë për veti shumë shikus, por ka bë edhe shumë për veti njerëz që i përdorin recetat e saj, duke vazhdu kështu me kanalin recetat e Arbnorës, kuzhina e Arbnorës. Arbnora është një prej mikeve që përveç që gatuan sheshëm, është prej atyre mikeve që sarë, po së të ndiqka dhe një thamë, o zotë sa e mira, jam thëtë, ka me ta sjellë. Dhe me thonë, është njëri ma pa përtes që mundet me ju ndodhë shoshnis. Shqysh që si jetë e afër saj, se i kësha bo ka shkile. Shtu që pas pak du ta kemi në kuzhinë Arbnorën me një super recetë të një dezerti, që ajo e ka nda në faqen e saj, unë kam lak mu, dhe ka arme nda me neve me shikus tanë.